Rikthehemi në studio të nderuar shikues, kanë mbetur edhe 5 ditë nga zgjedhjet e së dielës dhe partitë politike kanë intensifikuar fushatën e tyre në terren. Për të diskutuar mbi programin e LDK-s në këto zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, në studio kam të ftuar kandidatin për deputet nga ky subjekt politik, Ismet Beqiri. Zoti Beqiri, falenderoj për kohën, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën dhe përshëndetje për gjithë televizionistët e Radio Televizionit në Stërni. Po nisim nga 36 vjetori i themelimit të LDK-s. Sot pati organizim nga ky subjekt politik. Si rodhi? Po sigurisht që këshillimi me përvjetorit është edhe njëherë një dëshmi e qëndrueshmërisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës si një ndër në mos edhe aktorët kryesorë si subjekt gjatë gjithë këtyre viteve dhe mbi të gjitha në ndërtimin edhe zhvillimin e shtetit Kosovës. Patjetër që LDK-ja si parti politike ishte më shumë dhe është më shumë se sa parti politike dhe jo vetëm se e themi ne që kemi dëshirë nëse mund të thuhet, por vërtet është aset kombëtar dhe këtë e ka dëshmuar me vitet të tëra dhe vetë fakti që, siç e thash, i qëndrueshmërisë së saj në skenën politike, jo dhe të lehtë. Mos harrojmë se gjatë viteve të para luftës ka qenë bartësja kryesore e jetës politike, ekonomike, arsimore, shëndetësore, në gjitha edhe institucionale për atë se lejonin rrethonat në Kosovë dhe për të vendit, ose më mirë me thonë jashtë vendit, në organet që i kishim të themeluara në atë kohë, pas zgjedhjeve që i kishim po ashtu. Mos harrojmë që LDK-ja ishte edhe ajo që organizoi referendumin e vitit 91, zgjedhjet 92, zgjedhjet 98, parlamentare dhe presidenciale, por mbi të gjitha është e rëndësishme të thuhet se kishte themelues një personalitet veçantë, atë i cili i bëri nder jo vetëm LDK-s, por gjithë botës shqiptare, besa dhe civilizimit perëndimor, presidenti historik Rugova, fal vizionit të tij, mençërisë të tij, lidhjes të krijimit raporteve të jashtëzakonshme me miqtanë veçmas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u arrit ajo që u arrit, përndryshe edhe sot është aktuale dhe besoj gjatë gjithë jetës edhe ekzistimit njerëzimit që pa miq nuk mbahet edhe shtëpia, nuk mbahet edhe shteti edhe nuk ndërtohet shteti. Prandaj ne sot shënojmë këtë përvjetor me omazhet që u bën te varri i presidentit Rugova, pastaj edhe një koktej ose një pritje, një organizim nga kryetari i partisë zoti Abdi Gjiku me prezencë të shumë mysafirëve, sido që tjetë do të thotë se herë ka LDK-ja përvjetor është një ngjarje e veçantë, dhe tash koincidoi edhe me zgjedhjet që na u kanë bërë shumë ta brenda këtij viti. Do të dalemi tek programi i LDK-s, por fillimisht rikthimi yt në listë për kandidat për deputet nga LDK. Kush ju bindi, apo e patë të nevojshme rikthimin në parlament? T'ju them sinqerisht, si personalitet, asnjëherë në jetën politike nuk mund thuhet ndoshta ose mbase që njeriu është i përmbushur. Unë jashtëzakonisht jam i kënaqur, i lumtur që kam pas mundësi gjatë këtij rrugtimi tim shumë vjeçar, mbi 3 dekada e gjysmë, që nga themelimi i LDK-s, të kryej shumë detyra të përgjithshme me përgjegjësi të lartë, fal besimit qytetarëve, sepse dorën zemër nuk më mend, nuk di që një herë ajo më mru, po jam zgjedh disa herë, një 6 mandate deputet dhe kryetari i Prishtinës, dhe në gjitha detyrat edhe në për funksione politike të partijake në rastin konkret. Gjitha këto kanë bërë që mbasem përkundër asaj që kam pas mundësi, kemi bë punë të mira, mendoj, prapë të shoh nevojën për të ndihmuar institucioneve, pse jo edhe partisë time, e cila për mua nuk ka alternativë, LDK-ja, dhe kjo janë ndër arsyet, s'po them që s'po shkojnë do punë mirë, se edhe kur shkojnë punë të mirë, edhe kur shkojnë punë të mirë, njeriu duhet me njët përgjegjësi personale dhe individuale për të kontribuar, kështu që e kam pa të arsyeshme që t'jem përsëri në listë, dhe duke shpresuar që edhe ka të tjerë, por ne në LDK me patjetër duhet edhe me ruë, edhe me kultivu, ose me vazhdu, me kultivu frymen rrugovjane, rrugoviste të partisë, sepse kjo siguron edhe stabilitet, pse jo, dhe institucional
edhe të brendshëm, edhe të raporteve me jashtë, çdo gjë që është rrugoviste për ata që e din, është në një formë stabilitet dhe në të mirë qytetarëve. Unë jem një ndër ata, shpresoj që këte do të vlerësojnë edhe qytetarët me votën e tyre. Ndërkohë, programi i LDK-s rreth 50 faqesh përfshin pothuajse të gjitha fushat. Nëse mund të i përmendesh fillimisht 3 shtyllat kyçe të programit të LDK-s që bazohet në këto zgjedhje të jashtëzakonshme, që janë të domosdoshme. Po e para është stabiliteti institucional, çka nënkupton se janë disa shtylla dhe është program mjaft preciz i detajum, normal që ndryshon shumë nga programi që i kishëm edhe më herët, po ka edhe gjona të reja, çka nënkupton stabilitet institucional, që do të ishte e kundërta asaj që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe. Një blokadë një vjeçare që është në formimin e institucioneve. E para do të thotë do duhet që të bëhet konstituimi i institucioneve në kuvendit, pastaj i qeverisë dhe zgjedhjes të presidentit të vendit. Do të ne duhet të bëjmë çmos që të punojmë maksimalisht që programi të përqafohet nga qytetarët, edhe pastaj na krijohet mundësia që me votat që do t'i marrim nesër dhe ta bëjnë të mundshme këtë që e tham. Po ashtu shtyllë tjetër që tek ne është rëndësishme edhe patjetërsueshme si program është rrujtja e raporteve ose zhvillimi, avancimi i raporteve me shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me shtetet e Bashkimit Evropian. Çka do të thotë, do duhet ta bënim të kontëtën që fatkeqësisht e kanë bë ish pushteti, sepse mund të them me përgjegjësi të plot, asnjëherë nuk kemi qenë gjendje më të keqe në raportet e tilla. Asnjëherë Kosova nuk ka qenë në sanksione, siç ka ndodhur tash gati 3 vite, dhe asnjëherë nuk kanë qenë në nivelin pothuajse zero raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm i çmenduri politik mundet me mendu që Kosova mund zhvillohet dhe mund të avancohet në gjitha proceset euroatlantike, pa ndihmën veçmas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe aleatëve kryesorë brenda Bashkimit Evropian. Dhe thellimi ose përmirësimi, sepse është e vështirë, ngadëme që na është bë, por nuk është e pamundur. Si planifikohet kjo, zoti Beqiri, për shkak që kemi një dialog të pezulluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dialogu strategjik i planifikuar, për shkak të mos koordinimit të veprimeve, si arsyetimi këtij pezullimi, cilat janë hapat që duhet ndërmerren urgjentisht si kërkesa të SHBA-s? Po pikërisht këto që e thoni, mos kryerja e obligimeve ose detyrave tona shtëpiake, nevojshme, obligimeve tona shtetënore, këto janë arsyet se pse është kjo gjendje çfarë është, pse është bërë ky pezullim që nuk është një pezullim i thjeshtë, me u pezullu dialogu strategjik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është goditje e madhe. Sado që dikush tenton me minimizu, do të thotë gjithë ajo që kërkohet nga ne, dhe ne jemi të bindun që asnjëherë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kërkohet, as nuk është kërkuar diçka që dëmton interesin shtetënor të Kosovës. Ata nuk janë shtet, ose ai nuk është shtet dhe shtetar tyre që dëmtojnë një produkt në cilin kanë kontribuar vetë, në mos them janë krijuesit vetë, falë dhe angazhimit gjitha strukturave, nëse mund të thuhet edhe tona, që i përmenëm të LDK-s, të luftës të ushtrisë shqiptare, por finalisht, pa ndihmën e SHBA-ve, nuk do të ishim këtu ku jemi. Dhe na jemi të bindën që ata nuk bojnë asnjë kërkesë që është e dëmshme. Kërkesa aty e dini që kanë qenë edhe për çështjen e stabilitetit, mosmarrjes së vendimeve të ngutshme pa konsultime. Me veriun e vendit. Edhe me veriun edhe gjitha. Prapu kthym çat gjendin që ishim në një mënyrë. Tash, sidoqoftë, unë jam i bindur që presidenti Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, me një qeveri të re, me një qeveri të përgjithshme, me njerëz që dinë me ndëgju, me pas në hatje, edhe jo vetëm me ndëgju, por me vepru drejt, në interes të vendit, por edhe të rujtëve të raporteve të tilla, unë besoj që do të ketë mundësi që këto raportet të përmirësohen, dhe kjo mbase do të ndodhë shumë shpejt, edhe pse dëmi që e ka bërë zoti Kurti dhe qeverisja e tij me këto raporte, e që ndërlidhen edhe, mos të harrojmë një ndër arsyet, po ashtu, mbase s'ta thojnë drejt për drejt,
sepse është ndërprer ky dialog dhe pse ky është raport i ngrirë mes Kosovës dhe SHBA-ve, është e qartë, sulmet ndaj medjave, ndaj shoqërisë civile, mos respektimi institucioneve, gjithsesi vendimeve të gjykatave të ndryshme, gjykatës kushtetuese, shkelja vazhdimisht e gjykatës gjithsesi e Kushtetutës Republikës së Kosovës, vendimeve, këto janë elemente që e bojnë një shtet ose barcet e funksioneve të atij shtetit pa përgjithshëm, dhe kjo është arsyeja në mes tjerash edhe pse kemi këto probleme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka të bëjë veç me veriun. Këto janë gënjeshtra, këto janë mashtrime që i bën zoti Kurti. Ndalemi tek arsyetimi se veprimet në veri të vendit janë ligjore dhe kushtetuese, siç që thirret qeveria në detyrë, të cilat quan sanksione edhe nga Bashkimi Evropian, por edhe pezullim të dialogut. LDK-ja, nëse do të jetë në qeveri, i sheh të mundura veprimet e tilla që thirren në legj dhe në kushtetut në lidhje me veri të vendit për shtirje të legitimitetit, edhe nëse ka reagime të faktorit ndërkombëtar që nuk shkojnë në linjen e vendimeve që mund të merrni si qeverieri. Apo konsultimi për koordinim duhet jetë paraprak për secilin veprim. Si do të veprani ju? Unë besoj dhe çësia e tillë do duhet të ishte gjithmonë prioritet që edhe primare që konsultimet duhet ndodhin. Edhe herë e them me bindje të plotë që asnjë pengesë ne nuk mund të kemi, mund të ketë pak zgjatje në implementimin e gjithë asaj çfarë kërkohet në shtrirjen edhe të sovranitetit, por nëse ti insiston në ligjshmëri në veri e me dy këmbët e shkel ligjin në krejt pjesën tjetër të Kosovës, cili është mesazhi? Do të thotë ti e ke bërë një kauz tash, po del për mendimin tim një ndër kauzat e rrajshme të tyre është edhe kjo. Nëse pas ke vepruar diçka në veri, çfarë po bën në pjesë tjera të Kosovës, sepse Kosova nuk është vetëm veriu i Kosovës. Në gjithë territorin e Kosovës, e mbi të gjitha në qendër, në Prishtinë, në institucionet kryesore ti e shkel ligjin, një kryeministër ose ish kryeministër i cili nuk i përgjigjet institucioneve, llogaridhon se çush është prokuroria, gjykata, çfarë pritet nga ai, domon ep një mesazh të keq. Dhe unë besoj që në konsultim kanë qenë shumë arsye të tjera, mendoj, sepse kjo gjendje në këto raporte, se sa vetëm çështja e veriut. Kjo është një tentim i tyre për të mbuluar gjitha të bërat negative që i kanë bërë në pjesë tjera të Kosovës. Ndërkohë, zoti Beqiri, Kosova është drejt rrugës integruese, duke punuar në atë drejtim për antarësim në organizata ndërkombëtare në NATO, në Bashkimin Evropian e të tjera. Si e keni planifikuar qasjen në politikën e jashtme në drejtim të organizimit të antarësimit e Kosovës në organizata ndërkombëtare, a është e mundur pa mbështetjen e aleatëve? Po këto i thatë edhe realisht është kjo e vërteta. Ne, ose më mirë me thonë edhe vërteta e pasojave që i kemë këto raporte, shkaku se nuk është thjesht sanksioni diçka që është me fjalë, po sankcionimi që na është bën ose sanksionet nga Bashkimi Evropian dhe raportet skajshmërisht negative të këqija me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë që ne në gështrini numërojmë antarësimet ose më mirë më thonë edhe njohjet. Edhe pse nuk janë edhe merit, mund thuhet mas paku janë merit e VV-s edhe zotit Kurti. Një ose dy njohje në mos gabohem, njëra është, ju e dini, ka ndodhur e fundit edhe vizite rëndësishme në shtëpinë e barë në Zyrën e Vale ka qenë zotit Hoti, edhe ato me njëre pastaj ndodhi edhe njohjen nga una e Izraelit. Po të tjerat një merit veçantë e ka edhe ish presidenti Pacolli, pastaj një pjesë, një ose dy, së dia ka ndikuar edhe presidentja e vendit, por ndryshe sa për këta as në i fshat për banalizojme e thonë s'nje, askush, s'nje sepse nuk punojnë në atë drejtim. E kanë dëmtuar në një mënyrë edhe personelin diplomatik. Por edhe po tishim në nivelin më të lartë përgatitjes son, nuk do të ishte e mundun kjo pa ndihmën e miqve tanë, pa SHBA-t dhe shtetet e fuqishme të Bashkimit Evropian, ne e kishim pas vështirë të runim edhe ato që na kanë njohur të shtete e lërë mo të marrim në njohje të re. Prandaj kjo çështje LDK-ja e ndron tërësisht, i kthehemi binarëve normal të bashkëpunimit, kooperimit me miqtan, edhe pastaj njohje domosdoshmërisht edhe vinë.
Dhe antarësimin e NATO është në planin e juaj të qeverisjes, nëse do tjetë LDK-ja, si e keni planifikuar? Po pa tjetër që synim kryesor, NATO-ja është garantuar si kryesor i stabilitetit dhe i sigurisë, jo vetëm për këtë pjesë të Ballkanit ose Evropës, por për gjithë globin. Ju shihni sot jemi dëshmitarë edhe të krizave të jashtëzakonshme, dhe pa NATO-n dhe pa SHBA-t, elementi negativ ruso-sërb e të tjerë do të kishte probleme të jashtëzakonshme edhe në këtë pjesë. Kështu që synimi ynë është edhe këtë drejtim duhet me punu shumë, po para se të ndodhë kjo duhet me i kryo edhe këto punë për cilat të folëm më herët, të kthehemi në normalitet. Blokada politike për krijimin e institucioneve kuvendit, konstituimit të tij, mandej formimit të qeverisë së re, ngjalli shumë reagime të faktorit ndërkombëtar, të cilët thanë që është urgjente themelimi i institucioneve kryesisht të qeverisë së re, një qeveri stabile, për të zbatuar planet e tyre të planifikuara në Kosovë. Si e shihni ju zgjidhjen e blokadës politike pas të zgjedhjeve të 28 dhjetorit? Mund të kemi sërish blokadë, apo LDK-ja është e gatshme që për hir të zhbllokimit të çështjeve në formimin e institucioneve të bëj edhe kompromiset e tilla me subjektet e tjera varësisht për rezultateve pa paragjykuar? Po pa tjetër, si LDK në synimin kryesor e kemi i fitu zgjedhjet, dhe kjo sigurisht të krijon premisa dhe të mos them më të lehta, po të krijon një komoditet në kuptimin pozitiv të fillimit të punës në krijimin e institucioneve. Ajo çfarë ka ndodhur në vitin që po e lëm pas, ka qenë viti më i rëndë që kemi pas, mund thuhet, pas luftës ose pas formimit të shtetit, sepse dhe më rrezikshme është kur nuk merren edhe fare me ty. Do të thotë, këta e kanë pru situatën asesoj sikur s'merret kush me ne. Dhe kjo mbase nga një herë është edhe më rrezikshme se sa kur merren me ne dhe bëjnë presion në kuptimin pozitiv për të kriju këto institucione, për dalin nga blokadat që e bon. Ju e dini çka kanë deklaruar me 48 deputet, mos me qenë në gjendje me bot qeverinë, kjo është e pakuptueshme, sepse u hasmuan me të gjithë e bon shumë toksike. Ju fajsuan edhe juve se LDK për shkak që janë mbyllur derën e bashkëpunimit. Pas së zgjedhjeve, do të thotë mund të ndryshoj komplet fryma e bashkëpunimeve, varësisht për rezultateve gjithmonë LDK në këtë pozicion tani. E shihni të mundur bashkëpunimin me vetëvendosin e cila ka insistuar që të shkonin në koalicion me të, apo të një bashkimi të forcave të tjera politike? Cili është vizioni në këtë drejtim? Po unë po e them, para se të ndodhë kjo, se çfarë do të bëjmë, në një mënyrë e thash, çfarë kanë bërë ata për të pamundsuar kooperimin ose bashkëpunimin me ta. Ata nuk meten me askënd mirë, i prishin raportet me të gjithë, dhe prandaj i refuzuan të gjithë. Sa i përket LDK-s, unë mendoj që ftesat karshi LDK-s kanë qenë thjesht jo korrekte, bile në një tekst kanë qenë edhe fyse. Nuk mundet vetëvendosja me të reguë, po filloj me bashkëpunu me ju, një ndër letrat ka qenë, se ta sheni ju do tjerë, jo, LDK-ja është e njëjta, LDK-ja është parti serioze dhe e përbër prej gjithë atyre që është e nevojshme, edhe do duhej me qenë e tillë vazhdimisht. Dhe nuk mundet VV-ja më na treguhet tash se me ju po bëj ka se s'ka ka dikush tjetër. Do unë pallavrat stilit thumbuse janë ato, fyse janë ato, edhe besa dhe në rastet e tilla as që duhet me diskutu kur tentojnë me u përzi në shtëpinë tënde. Sa i përket kësaj të ardhmes, unë mund të them që këta ja kanë mbyll derën komunikimit, edhe është bukur vështirë, të mos them e pamundën. Për mu, mendimi im është këta, para se t'i pranon dikush me qeverisë me ta, ata duhet pranojnë edhe shimet e mëdha, e gabimet e mëdha që i kanë bërë karshi veç mas raporteve me ndërkombëtarët, por edhe me ne. Gjuha e tyre fyse, linquese, ndaj çdo njonit, nuk është realisht edhe e lehtë me u përballu, nuk është e lehtë me u përballu, sepse s'kalon njeri ose subjekt politik pa e përdhos edhe pa e ofendu. Pak a shumë është moderuar gjuha, është vlerësuar që kësaj fushate nga zyrtarët e vetëvendosjes, përjashtimisht një deklarate të zotit Konjufca, i cili thot në gjatë një aktiviteti të fushatës, do t'i bëjmë tokë të zezë, diçka të tillë. Si e komentoni këtë? Unë nuk e besoj këta që e kanë një mend. Kjo është kamuflim i tyre, dhe unë besoj që qytetarët
po edhe subjektet politike duhet jenë shumë serios dhe nuk bjem në grackën e tyre, sepse këta brenda 5 minutave ndrojnë këto. Nuk e kanë asnjë problem, se në natyrën e tyre është, në diskursin e tyre është, domthon kjo sjellje çfarë e bojnë. Do thotë kanë ardhur në një situatë që çdo gjë e bojnë për qëndruar pushtet. E gjitha ajo çfarë ka ndodhur gjatë qeverisë së tyre 5 vjeçare, çfarë kanë thonë nuk do ta bojmë. Domthon është e habitshme, çdo gjë që e kanë thonë nuk do ta bojmë, ose e kanë bërë të tjerët keq, ne nuk do ta bojmë, këta kanë bërë shumë më keq me të gjitha veprimet. Prandaj është shumë e vështirë me besue që vetëvendosja do duhet me qenë pjesë e qeverisë. Unë mendoj që forcat politike duhet me u bë bashkë, me fitu sfari maksimalisht do të më angazhu ne, me fitu zgjedhjet, se LDK. Cilat forca politike? Edhe flas forca tjera politike për pas vetëvendosjes, kishte qenë mirë me qenë pjesë e qeverisë së ardhshme. Në këtë verzion mund të jetë kryeministri domosdoshmërisht nga LDK-ja, apo siç thonë edhe nga PDK-ja që zoti Hamza të jetë kryeministër. Apo një kandidat tjetër nga subjektet. Unë tash nuk do doja me paraqytet. Jeni të kufizuar në këtë formulë, apo thjesht jeni të hapur, siç thotë zoti Hamza, nuk kemi vija të kuqe me asnjë subjekt politik? Për momentin nuk mund të them, ne siç ne me kemë që ta fitojmë procesin zgjedhor, se të fitojmë zgjedhjet, dhe LDK-ja ka të nominuar zotin Abdigjiku për kryeministër, dhe ato janë çështje tash është shumë paragjikuese pas zgjedhore. Nuk mund të them sot, por unë mendoj që opozita duhet me prit, ose më mirë me onë vetëvendosja duhet me kalu në opozit, sepse dëmet që i kanë bë vendit janë shumë maja dhe duhet me i riparu dikush. Dhe me ta, ju e keni ndëgju, ne e kena provue. Lidha Demokratike e Kosovës, si që thatë edhe ju, ka lëshu pe, si që të bëtë, jo këta si që tojnë me mos të shoni pe, për me botë këshia, nëse dojnë me vazhdu me botë këshia, vërtet mos të shoni pe, se s'kanë lonë të keqe pa i bo këti vendi, as mos me lëshu pe në korupcion, as mos me lëshu pe në shkeljet ligjit, as mos me lëshu pe në pengesat, në raportet që i kemë, nëse me ndërkombëtarët, këta vërtet s'kanë lëshu pe. Por ne si LDK kemi bo kompromis në kaluarin me gjitha partit politike, edhe kur s'na ka ra mirë, edhe kur imi dëmtu, dhe ju dini që qoftë edhe se individ nëse je dëmtu, po për hir të shtetit e kemi bo këte. Unë mendoj që është kohë e fundit, jo për shkak kryenetësis, ose egos, po për shkak se duhet edhe për parti me mendu, dhe jo me çdo çmim me hinë në qeveri me dikon e cila të gryn nga brenda. Dhe këte e ka bo lëvizja vetëvendosje me sillet e tyre në Karshinesh. Ju dini edhe deklarimin e tyre që e kam pas, që me këta as 50 ditë këna me mzi kem qëndru e lemo tash të mundem jas 5 orë. Jenë njëjtit. Këta munden me nru teshat, me nru ngjyrat e teshave, po këtë filozofi despotike, autokratike e ka udhëhecësi tyre dhe është e vështirë me mendu. A do të vazhdohet blokada, apo do të ketë zgjidhje në kuptimin e formimit e institucioneve pas zgjedhore? Sepse është të kërkuar edhe nga faktori ndërkombëtar, hapa konkret, edhe në drejtim të rrugës integruese, në kuptimin e zbatimit e obligimeve që ka Kosova, por edhe për shkak të zhvillimeve ekonomike që synon SBA të investojnë në Kosovë, përmes planit apo dialogu strategjik. Po, sigurisht intencë e çdo subjekti ose subjekteve normale, politike, në Kosovë do duhet të ishte kjo që e thani ju, që të krijohen institucionet dhe mos mundohet askush me bloku vendin, si që ka ndodhë fatkeqësisht. Tash varet edhe nga rezultati, unë shpresoj shumë që nëse ka qenë më herët pothuajse 50-50 ose më shumë opozita me vota se sa të tjerët, unë shpresoj që kësaj radhe do të dominon arsyeshmëria, racionaliteti dhe do të krijohen institucionet duke besuar që ka ardhur koha me undrrue edhe leadershipi shtetëror në këtë rast edhe ekzekutiv. Të përmendim pak edhe disa pikat e tjera, rimekëmbja ekonomike, një ndër pikat që ka vlerësuar në program LDK-ja si pikë kyçe në shtet ndërtim apo në zhvillim të vendit, si keni planifikuar rritjen ekonomike? Buxhetin, pastaj sa është planifikuar? Ju dini që në programin tonë është planifikuar diku 5 miliardë euro buxheti. Prej tyre është shumë e qartë që do të ketë investime
të mëdha investime kapitale, investime jo vetëm infrastrukturore, por edhe arsimore, edhe shëndetësore, po ashtu një buxhet i veçantë që mendohet është i ndatë edhe kryeqytetit, dikon 1.5 miliard, sepse ju dini që një ndër pengesat kryesore në këto raportet bllokuese që i kishte në Karshi pushtetit lokal, Prishtina ka qenë shumë e hendikepume me bllokadat e vazhdueshme që janë bë, dhe me ato para, Prishtina me atë buxhet do të ketë mundësi edhe unazën e jashtme, që është vlerë e madhe buxhetore, edhe pjesën që ka të bëjë me në Bërnic, hapësirën dhe ndërtimit gjithë asaj që parashihet për lojrat e ardhshme. Po, ndërkohë që është edhe stadiumi kombëtar, edhe pishinat, edhe çdo gjë që parashihet që është projekt ofër 300 milion euro, më falni, dhe është buxhet i përfundimit po ashtu të autostradave. Ju dini që ne kemi problem me mos përfundimin e rrugëve që janë, hajde të themi, Përgjilan, që është një autostradë, është pjesa ma e keqe e mundshme infrastrukturës rrugore është Përgjilan, përfundimi asaj për Pej, përfundimi asaj për sado që duket është afër, po ende nuk është për Podijev. Ka një mori, mos harrojmë projektesh, mos harrojmë edhe në shëndetësi, ndërtimi i një qendre të re, klinika universitare të Prishtinës, ndërtimi i spitalit të Prishtinës, që do t'jenë ndihmëse e nivelit qendror për ndërtu Prishtina spitalin e saj që është e nevojshme, dhe po ashtu edhe në arsim ka investime, një investim shumë interesant dhe e vazhdim të arsimi është vazhdimi i projektit të mësimit tërditor. Është Prishtina e para që e ka bo, LDK-ja do të thotë, dhe tash e kemi pa që tjerëve ju ka pëlqyer kjo dhe pse jo, po shpresojmë që ata s'kanë me qenë qeveri për me realizu, po do ta realizojmë. Ne që kretë Kosovën kjo gradualisht shtrihet, po mbi të gjitha në Prishtinë e besojmë tash edhe ashtu e kemi fitu procesin zgjedhor dhe tash kemi kryetarin Rama. Në mandatin e dytë do të bëhet mësimit tërditor në gjitha shkollat. Mos harrojmë po ashtu parashihet te buxheti edhe pag deri 1.000 euro për arsimtarët, 900 euro parashihet dikon për policët, ushtarët dhe zjarfiksit, dhe parashihet edhe shtesa edhe për posalindurit, parashihet po ashtu edhe rritje për pensionistët prej 150 deri në 300 euro, edhe parashihet po ashtu edhe Paga minimale është thënë që do t'jetë 500 euro nga janari, pastaj koeficienti 150, që është kritikuar nga oponenti juaj politik nga zyrtarët vendosje se janë të parritura disa shifra që përmenden në fushat zgjedhore. Po, ata mund të thonë çfarë doin, po të ishin një koqir të mirë. Dhe buxheti që ka qenë, ata kanë mund të bojnë projekte të mëdha, po të ma thot dikush një projekt të madh që e kanë realizuar për këto 5 vite dhe unë do ta kurdosha. Nuk kanë bërë diçka të tillë, kështu që mas pakti ata marrin vesh në këtë punë. Ne kemi ekspert mirë të ekonomisë, kemi njerëz të mirë të ekonomisë dhe ai buxheti para pa, edhe mënyra e shpenzimit të tij nuk është thjesht letër e shkruar bukur, por me projekte që janë të gatshme dhe mund të ketë realizim sukses shumë tyre. Zoti Beqiri, këto ishin minutat e paraparë për këtë edicion. Falenderoj për prezencën dhe shpaljosin e programit në pikat e shkurtra, natyrisht se ka ende pikat e tjera për të u shpaljosur. Falenderoj edhe një. Falenderit edhe juve, ishte kënaqësi, edhe besoj që do dalim në proces zgjedhor mirë dhe shfrytëzoj rastin me ftu gjithë qytetarët me dalë në mënyrë masive me votu, normalisht me votu LDK-n, pastaj LDK ka në listë të mirë kandidat, edhe shpresoj po ashtu që do të kemi dhënë si kandidat për krajën e qytetarëve gjithsesi LDK-sëve, të gjithë LDK-sëve, në veçanti të atyre që janë rrugovist, por atyre të ri. Faleminderit.